Ju përshëndes të gjithëve, mirë se vini në këtë rubrikë të re të podcastit Okult. Unë jam Kostana Morava, duke nisur që nga kjo e hënë do takohemi së bashku në këtë hapësirë të njohur si heronj të padukshëm. Do të jemi bashkë në minutazhin në vijim dhe çdo të hënë tjetër për të treguar dhe për të rrëfyer histori jo vetëm suksesi, por mbi të gjitha histori mundimi, histori sakrifice, të cilat më pas kanë rezultuar në atë sukses që ende dhe sot është i padukshëm, por fal kësaj hapësire këtu në Okult, do të mund të marrë jehon zë, pse jo edhe të frymëzojmë të gjithë ata që ende ëndrat e tyre i mbajnë në sirtar. Nuk do të ishte e mundur ky program dhe Okulti pa ndihmën e mbështetjen e sponsorëve tanë. Së pari vajin Musaj, një vaj i cilësisë së parë, i cili ka mbështetur Okultin, por edhe ujin Lajthiza dhe të gjitha produktet e kompanisë Lajthiza. Duke falenderuar sponsorat mbështetës të kësaj hapësire, me njëherë do të hymë në programin e sotëm, në rubrikën e sotme. Sot do të flasim për një histori e cila ka nisur jo vetëm si një vështirësi e madhe, jo vetëm si një histori vuajtje, si një fëmijë i cili nuk ka patur mundësinë, le të themi, që ta jetoj plotësisht fëmijërinë e tij. Është historia e një gruaje, e cila dikur ka qenë një vajzë e vogël që udhtonte, shëtiste, punonte bashkë me qingjat e saj, të familjes së saj, me dhit, me kecat në male në fund të Shqipërisë, pikërisht në Konispol. Unë kam kënaqësinë të kem sot në këtë studio për të rrëfyer një histori jashtëzakonisht të veçantë, një histori e cila dëshmon se edhe atëherë kur i ke të gjitha rrethanat, por edhe njerëzit kundër, përsëri mund t'ja dalësh. Blerina Proj, mirë se erdhe. Përshëndetje Kostana, mirë se u gjeta. Më ka pëlqyer gjithmonë emisioni Okult dhe janë lajmet dhe informacionet më të vërteta që unë mendoj dhe ju ndjek gjithmonë me shumë kureshti. E kujtoje vetëm fëmijë gjatë rrugës, se e dija që do të flisnim për fëmijërinë tënde. Edhe çfarë ke mbajtur mend nga fëmijëria? E kujtoja veten fëmijë sepse unë kam qenë një fëmijë i shkathët, por gjithmonë i bindur. Edhe kisha shumë ëndra të mëdha dhe gjithmonë ndërroja të fluturoja larg atij vendi të vogël, fshatit tim. Sa vjeç ishe ti kur familja jote të angazhoi të merreshe me kafshët e shtëpisë? Fëmijët e fshatit, domethënë, kanë një jetë pak më ndryshe nga të qytetit dhe marrin përgjegjësi dhe janë më të shkathët në këtë pjesë. Dhe si të gjithë moshatarët e mi, nga mosha 8 vjeç deri në 12 vjeç, 13 vjeç, u ritëm mes maleve, mes kodrinave, mes fushave, mes gjelbërimit. Po, e mësoje nga më të mëdhenjt apo ta mësuan se si do shko frikën për shembull, që të zhdukësh frikën? Një fshatit nuk ka frikë. Nuk ka frikë fare, Është rritur me pemëve, fushave, maleve dhe mes aventurave, është një jetë shumë e bukur. Blerina ka një ëndër, ndërkohë që udhëton nëpër male, ndërkohë që shëtit baktin. Ëndra e saj është të shkruajë një libër apo disa libra. Dhe pavarësisht vështirësive, pavarësisht një kalvari të gjatë të jetës së saj, ku familja e detyron të ndërpres shkollën në klasën e 8, ajo sërish ja del ta bëjë ëndrrën e saj realitet. Për këtë do të flasim sot, si arriti Blerina të të bëhet shkrimtare dhe të shkruaj, sipas Blerinës thotë që është një nga librat më të bukur në botë. Unë e lexova. Ishte në fakt një libër magjepsës. Babi im, domethënë, na ka mësuar dhe na ka stërvitur që në fëmijërinë tonë të jemi të fortë. Ndaj çdo Çfarë do të thotë të jeti fort për një fëmijë? Që nuk duhet të trembesh, të marrësh iniciativa, të kesh kurajo, ta gjesh rrugën vet. Për të kthyer në shtëpi për shembull. Për të kthyer në shtëpi. E mban mend ti ikjen tënde të parë në mal me qingjat, me delet? Po, ishte një ikje shumë e vështirë sepse qengjat nuk e dinin rrugën dhe as ti nuk e dije. Po, dhe duhet të ndihmonte edhe mamaja. Unë i kisha shëtitur rrugët e fshatit, dija çdo pëllëm. Po. Në moshën 8 vjeçare një fëmijë i fshatit di të shkojë kudo, në male, në fusha, kudo. Edhe si ishte kjo rruga parë? Ishte rruga e parë, ishte pak e vështirë, por që ditët e tjera pastaj ishte një mrekulli. Po ç'a ndodhi, e humbe rrugën në kthim? Jo, nuk e. Po pse ishte e vështirë? Dita e parë ishte e vështirë që ti mësoje qengjave rrugën. E si ja mëson qengjave rrugën? Ata nuk e kanë idenë, sepse janë hera e parë që dalin nga kasollja dhe mund të kthehen mbrapsht, mund të kështu, duhen di veta që një të ri
në fillim të tufës dhe ti thirri me diçka për të ngrënë dhe tjetri të rri në fund të tufës. Dhe ti ishte me maman? Po. Vetëm një herë të shoqëroi mamaja? Po, vetëm një herë. Pastaj që mbas asaj dite ike vetëm. Po. Dhe si ja dole? Si gjithë fëmijët e tjerë të fshatit, ishim shumë bashkë. Ishte disa? Nuk ishte vetëm një njeri dhe ishte një aventurë shumë e bukur, sepse krijonim lojra, shumë gjëra, shikonim shumë kafshë të ndryshme, gjarprinj, pik, gjëra që... Kush është kafsha më e çuditshme ose më e rrezikshme përveç gjarprit? Përveç gjarprit në fshat, sepse ujqet janë shumë lartë në përmale dhe nuk se i hasin, por gjarprit, delpra, nga këto mund të shikoje. Shikoje gjithmonë, të shikoje lepujt e egër. Shumë e bukur, duket si porrall, fiksi libri që ke shkruar ti. Po pastaj çfarë ndodhi më vonë? Më vonë, kur mbarova klasën 8 vjeçare me nota 10 të gjitha dhe gjithë mësuesit prisnin që unë të vazhdoja. Gjimnazin, ishte edhe periudha 97 ku kishte edhe trazira, kushtet ekonomike të familjes, ishën sikur mblodhen shumë gjëra në një dhe që unë mos të vazhdoja. Po fshati kishte gjimnaz? Apo duhet ikje në qytet? Jo, sepse unë jam në Shalës të Konispoli. Okej. Konispoli ka, por Shalë si jo. Ti duhet të shkoje pra nga shtëpia, duhet të shkoje në Konispol që të vazhdoje gjimnazin. Dhe intuita ime pak ko para se të mbaroja shkollën, më thoshte brenda vetes, po sikur mos të më lënë që të vazhdoj. Kishte të filloj ajo frika. Po, më filloj ajo frika dhe sikur e ndodha për terce dhe sikur e të roqe. Po, në fund kur më thanë që nuk do ta vazhdo shkollën, si ndodhi? Unë ndjeva shumë e thirr brenda vetes, vetëm qaja. Unë ndjeva shumë e lënduar, nuk doja që ta kuptoja që unë duhet që të rrija në fshat, sepse e kisha projektuar veten që unë të ikja larg. Edhe kush ishte babai e vendosi apo jo? Më tha që nuk i kemi mundësit, nga 100 veta që mbarojnë shkollën në fshat, 95 nuk shkojnë në shkollë. Ti vazhdon akoma sot? Duhet të rish me ata të 95. Dhe kjo ishte një dhimbje për mua, por më vonë e kuptova që prindrit bëjnë aq sa mundin. Patjetër. Dhe babai im s'kishte çfarë të bënte sepse jo se nuk donte, ai e ka peng dhe sot. Ti nuk e vazhdove dot shkollën edhe më vonë. Çfarë ndodhi pastaj? Mbasi ti mbarove për 8 vjeçaren, babai të tha nuk hoqa dorë kurrë. Si vazhdoi jeta jote? Çfarë ndodhi me ty? Më vonë pastaj u martova herët 16 vjeçe dhe nuk hoqa dorë kurrë, po gjithmonë. Martesa si ishte? Se 16 vjeç je shumë. Duhet të kesh shumë përgjegjësi sepse erdhën 3 fëmijë, erdhën njëri pas tjetrit dhe gjithmonë që unë ndërroja që ta rinisja shkollën, do më dilte një problem. Jo gjëra shëndetësore, jo ekonomi, jo dhe sigurisht një gjë që mua nuk do më lejonte dhe mbase Zoti vetë deshi që unë të prezantohem pa shkollë, por unë e kam bërë shkollën në mënyrë autodidakte me vajzën time. Po. Dhe unë i kam ndjekur shkollën e mesme hap pas hapi me vajzën time. Kur u fut vajza në shkollë, në gjimnaz. Unë nuk e kam një diplomë. Po, ti u bërë edhe ti nxënëse. Pra kur vajza jote filloi shkollën, hap pas hapi gjuhët e huaja, 5 gjuhë të huaja që unë komunikoj. E kam mësuar shumë, më pëlqente letërsia dhe çdo libër që merrte vajza në shkollë të mesme ose çdo temë që bënte vajza, unë e ndihmoja dhe domethënë e kam bërë shkollën e mesme, por se kam një diplomë. Po, e qartë. Po për të mos ta treguar të gjithë historinë kështu me 3 fjalise, pastaj çfarë do themi? Ta shtrojmë pak bisedën. Se derisa shkoi vajza në shkollë të mesme janë shumë vite dhe nga ti në klasë të 8 që martohesh 16 vjeç, pra po themi 2 vjet më vonë. 10 vite të jetës time shkuan luftë për të përpjekur për shkollë. Ndërkohë që ishte martuar. 10 viteve, domethënë po. Pas 10 viteve. Po pse te bashorti jot nuk donte që ti të shkoje në shkollë? Jo se nuk donte, ishin rrethanat. Shumë rrethana që të bëjnë, sepse lindja e fëmijëve duhet për kushtim. Një nën duhet të mendojë më përpara për fëmijët e saj. Patjetër, po. Asgjë në këtë botë nuk është më e rëndësishme se fëmijët e mi. Edhe sot që janë të rritur, unë kam ata të parët sinim, pastaj vjen karriera ose gjërat që unë dua. Gjërat që dua janë ata.
Patjetër, përderisa je bërë në. Fëmijët e shikojnë botën me sytë e nënës. Dhe nuk duhet të jesh mungesë për ta. Po çfarë ndodhi me ty? Se sot jemi mbledhur për të folur për ty, as për babain, as për fëmijët. Kështu që të përqendrohemi pak tek ty, tek historia jote. Mora një vendim që duhet të mësoja gjuhë të huaj. Ti lëvize nga fshati, u martove në qytet, në Sarand, apo jo? Po. Si ishte momenti i parë? Unë ndjeva direkt, do me thënë, sikur isha banore aty vendit. Në shtëpinë tënde. Po, dhe më pëlqeu shumë njerëzit që njihja, vendi më i madh, Po. pse fshati, dhe u ambientova. Ndikoi tek ty për të rritur më shumë besimin tek vetja që ti bëje realitet ëndrat e tua? Ndikoi sepse shikoja shumë njerëz dhe shikoja, do me thënë, kisha dhe raste që kisha parë njerëz që kishën shkollim dhe kishën më pak aftësi se unë që nuk kisha një shkollë. Shikoja për shumë qa unë dija 5 gjuhë, ndërkohë që... Po si mësove ti 5 gjuhë të huaja? Po, unë kam një talent që i memorizoj gjëra direkt dhe thjesht të shikoj një telenovel 100 seri, për shumë e kam mësuar një gjuhë. Pra nga televizori, ishte hapi parë. Pa nga YouTube, do me thënë që ta përvetsoja më shumë gjuhën dhe me të shkruar dhe me të... Ka shumë mësues në YouTube për çdo gjë të botës. Dhe në qoftë se ti do kërkon informacion, edhe kërkon të përmirësosh. E çfarë gjuhësh mësove? Mësove këto gjuhë latine që janë italisht, spanjisht, portugalisht. Bravo. Dhe greqisht edhe anglisht. Super, 5 gjuhë të huaja. Dhe duke qenë në Sarand, besoj të ka hyrë në punë për shkak të turizmit. Si u zhvillua pastaj jeta? Gjuhëve të huaja më bëri që unë të punoj recepcioniste, pastaj unë më vonë të marrë angazhimin të hap një punën time, që quhet Lina Boa Trips. Të hapësh një biznes, një supermarkje tënde, po? E kam hapur punën time dhe punoj familjarisht. Edhe aty njoh njerëz nga gjithë bota. Kam njohur njerëz edhe nga Honolulu dhe nga Zimbabwe. Duke si emra të çuditshëm. Jo, ashtu janë, ato emër kanë, po si kanë ndikuar tek ty nga ajo goca vogël? Çfarë mban mend, domethënë kur bën një, le të themi, udhëtim mbrapsht në kohë me Blerinën 8 vjeç ose 10 vjeç dhe Blerinën sot që je me s'kaj shumë lëvizjesh në jetë, pra duke punuar me turistët, me fëmijët që janë rritur tani, me faktin që sot të njohin si shkrimtare. Blerina e vogël ishte pak më e ndrojtur, edhe pse ishte fëmijë shumë e shkathët, gjithmonë ishte shumë e turpshme. Isha e pesta në radhë, kam dhe një vlla të vogël. Okej, e parafundit. Por nuk e di, kështu isha më e ndrojtur për t'i shprehur ndjenjat, kurse tani do me thënë jeta e qytetit, hapja, më bëri që unë të jem të dija çfarë dua në jetën time dhe ta marr atë që dua, mos të rri e ndrojtur dhe të justifikohem. Po e dije gjithmonë që kur ke qenë e vogël që do bëhesh e shkrimtare? Talenti im ishte i dukshëm edhe nga vetë mësuesit e letërsisë, që ata më thoshin që Blerina ti ke shumë talent në të shkruar, sepse unë bëja të tëra poezit që na duheshin për mësueset, për detyrat e shkollës. Detyrat e shkollës që mund t'i recitoje para gjithë shkollës. Dhe unë isha njeriu që merresha me poezira, me shkrimera, me gjëra, pavarësisht se nuk isha shumë talent në të folur, sepse isha më ndrojtur, por që shkrimet i bëja unë. Ke shkruar dhe poezi? Po, në fillim e kam nisur me poezi, që në klasë të 6 e kam nisur me poezi, dhe poezi shkruaj her pas herës. Shkruan akoma poezi? Më shumë më pëlqen romanet për fëmijë. Po? Jam fokusuar te kjo, duke parë që unë i dua shumë, si fëmijët e mi, si gjithë fëmijët. Edhe kjo më tërheq më shumë. Kam parë, do me thënë që fëmijëve ju pëlqen shumë bota e fantazisë. Fëmijët janë aq shumë të lumtur gjithmonë, sa edhe nuk e din qa është shis, qa është ftohtë, është ke mungesë ekonomie, je keq fëmijë. Ke ngrënë, duan të luajnë, të argëtohen, të vendosin kontakt. Ka një bukur që edhe ne të rriturit duhet ta kemi atë pozitivitetin e fëmijëve. Ta gjim, Sa vjeç ishte ti kur u bëre mama?
Kur bëra mama për herë të parë isha 17 vjeç. Edhe Linde një vajzë. po, Si e ka emrin vajzë e madhe? vajza e madhe ka emrin Emine. Ta gëzoj. Faleminderit. Edhe e përshëndesim. Si u ndjeve një 17 vjeçare me mama? Sot duket shumë e pabesueshme, për jo se nuk ndodh, por duket një 17 vjeçare nuk është më kaq e zakonshme që të bëhet prind. Zakonisht ka filluar të jetë gjithmonë më vonë të bërit prind, si për gratë ashtu edhe për burrat. Ti si u ndjeve? Tu duk sikur të mori diçka nga vetja, mëmësia në këtë moshë, pra në kulmin e adoleshencës, apo të dha, Të bërit të pasuroj? Të bërit nën është gjëja më e bukur që çdo femër duhet ta përjetoj. Dhe një fëmijë nuk ose 3 ose sado fëmijë që të kesh, gjithmonë më e lartësuar dhe më shumë forcë gjen një grua për të ecur përpara. Se sa ta shikosh si një pengesë për shembull. po. Pavarësisht ka gra që e shohin si një pengesë sot. Të bërit me fëmijë dhe ose e shtyn gjithmonë më vonë ose nuk vendosin të mos bëjnë fëmijë fare. Ato gra thjesht kanë atë frikën brenda vetes sepse po ta provojnë, atëherë do e kuptojnë që një grua bëhet më e fortë kur është nën. Pse çfarë ndodh? Po sepse një Për ato që s'e kanë provuar. Një nën për fëmijët e saj bëhet i ke parë të gjithë nënat si në botën e kafshëve, si në botën e njerëzve, nëna është ajo që të mbron me gjithë shpirtin e saj dhe mund të japi dhe jetën për fëmijët dhe ajo është forca e një femre që ta provosh të jesh nën. Me gocën e parë, pra me Eminen, kur ajo shkoi në gjimnaz, ti po më tregoje që ishte pikërisht atëherë kur ti fillove të bëhesh, le të themi në thonjza, shoqja e saj e klasës, pra librat e mësimet e saj i bëj edhe ti me të njëjtën rregullsi dhe sistematike në mënyrë që të përfundoje gjimnazin që nuk të lanë familja që ta mbaroje. Kam studiuar ato pjesët e vajzës që kishin të bënin me letërsinë, gazetarin, por dhe matematika më tërhiqte shumë. Dhe shumë libra kam lexuar për suksesin personal, ose shumë romane. Gjatë kësaj kohe, domethënë, ishte ju dedikove mësimit. Ishte koha që u dashurova dhe unë, domethënë, sikur u riktheva atje ku e kisha lënë, po. Ishte koha që gjimnazia, ajo që kisha dëshiruar gjithmonë dhe u riktheva atje ku e kisha lënë, sepse goca mirë edhe shumë libra shkollor që duhet i mësonte dhe dëshiroja edhe unë që ti lexoja atë libra bashkë me gocën dhe kjo ishte. Kështu që vajtja në gjimnaz dhe vajzës u bë shkak që ta mbaroje edhe ti gjimnazin dhe të studioje të 3 ato vite të gjithë programin, le të themi të kurrikulën e Ministrisë së Arsimit. Nuk more dot diplomën, ti edhe sot nuk e ke marrë dot. Edhe sot nuk e kam marrë sepse unë nuk kisha mundësi që të shkoja fizikisht. Sepse punët, angazhimet, 3 fëmijët ishin shumë për mua që unë ta arrija do ta të ëndër, por unë mendoj se kjo është një gjë e Zotit që unë t'i tregoj gjithë njerëzve që pas çdo vështirësie vjen lehtësimi. Ti mund t'i arrish gjërat që do edhe në qoftë se je në fund të tunelit. Je ndjer në fund të tunelit? Shumë herë. Për shembull, çfarë është një nga herët që mban mend? Po, vështirësi që kalon një nënë e re kur dhe fëmijët vinë njëri pas tjetrit, lekët, ekonomia, po. Ekonomia, jo të duhen lek për ilaçe kur sëmuren fëmijët dhe s'ke dhe është një traumë dhe kam pjetur shumë veten kur shumë gjëra të këqija më ndodhin përse o Zot mua të gjitha. Por po si përgjigjesh vetes? Pastaj e hoqa këtë pjetjen përse o Zot dhe fillova të them cila është rruga ore Zot që unë duhet të ndjek. E ndryshova pjetjen që i bëra Zotit dhe ati e gjeta përgjigjen. Dhe ishte? Duke thënë cila është rruga ore Zot, nuk jam e lumtur, cila është rruga, më trego cila është rruga. Dhe në një çast kur unë isha në vetmi, e mbilla telefonin, çast meditimi do të thoja, dëgjova një zë të brendshëm brenda meje që ti duhet të shkruash një libër që mund të bëhet filmi më i bukur në botë për fëmijë. Dhe
i besova intuitës time dhe Zërit tonë të brëndshëm. mora një buk dhe një Ne kemi stilonax këtu dhe lista. librat, ja ti marr pak që ti tregojmë. Janë në shqip dhe në anglisht, ka arritur edhe ta përkthesh në anglisht. Princesha e trëndafilave të bardh. Është një roman për fëmijë, por dhe për adoleshent. Është përkthyer edhe në gjuhën angleze. Për të gjithë ata që është shitur në jashtë Shqipërisë, apo është e vështirë kjo që me I librin? bëj thirrje Edi Ramës që të na futi Amazonën. Sepse ne Ç'a ndodh me librin në shkrimtarët, shqip të përkthyer? Po. na vlen shumë që Amazona të bashkëpunonte me Shqipërinë, sepse e kemi shumë të vështirë që ne të shfaqemi. Po. Ti tregojmë botës se edhe ne vlejmë. Dhe Amazona për momentin nuk ka bashkëpunim me Shqipërinë dhe është shumë e vështirë që unë ta nxjerr librin. Edhe pse e ke përkthyer, po. Po. Po si arrite? Më trego pak. Filloi se kaluam një herë te përkthimi në anglisht. Po. Filloi ky zë i brëndshëm që të thoshte shkruaj. Dhe ti e besove dhe nise të shkruaje. Ndërkohë je nën e 3 fëmijëve. Po. Në këtë kohë kanë kaluar gjithë këto vite. Si nisi historia? Si vendose të shkruash për Mozën, për Almon, që janë personazhe të librit? Gjithmonë Se kam këto. pasur një Po. intuit të veçantë. Do me thonë që nuk më gabonte dhe besova te intuita ime dhe nisa të shkruaja këtë libër. E dëgjova atë zë që më thoshte që ti mund të bësh një film, si filmat më të ndjekur në botë, si Frozen, si Harry Potter. Dhe hapas hapi, kur kisha kohë, shkruaja nga 4-5 faqe në ditë, 6 faqe në ditë. Po historinë them si e vendoze. Historia Se për shembull, Nuk nisi si që nisin gjithë shkrimtarët që Po. marrin skenë dhe thonë zhvillimi, hyrja, po, barimi. Për mua ishte thjesht hyrja dhe e dija në kokën time, sepse kisha lexuar shumë libra, e dija që duhet hyrja, zhvillimi, pra e di Dhe- strukturën e dija klasike të strukturën, romanit, po. por nuk e kisha skenuar. Gjërat më vinin natyrshëm në çaste qetësie që unë mbillesha në vetmi, dhe gjërat më vinin natyrshëm, fjalët më vinin natyrshëm dhe në fund doli një gjë aq e bukur sa Po kjo histori, kritik arti në Sarandë edhe në gjithë Shqipërinë që e kanë lexuar dhe në Kosovë janë mahnitur duke thënë që wow, një libër për fëmijë që trojeve shqiptare i mungon. po, Edhe ata kritikët dhe letrarët më kanë thënë që ky libër vlen që të futet në shkollat 9-vjeçare si lexim jashtëklase, sepse ne kemi yllin e madh kadare që e kemi për lexim për të rriturit, por leximi duhet të fillojë që fëmijë. patjetër. Dashuria për librin duhet të fillojë që fëmijë dhe shpresoj që Ministria e Arsimit ta marrë parasysh dhe të vendosi këtë libër. Edhe shumë gjë i bukur është lufta midis të mirës dhe të Ja, do keqes. flasim dhe për ato, po për unë si kaloj me nxitim se Po. pastaj nuk di më çfarë kemi thënë dhe çfarë s'kemi thënë. Pse zgjodhe pikërisht këtë histori, se kur njeriu ulet për të shkruar, për shumë ka shumë njerëz që mendojnë që kanë talent, kanë dhe dëshirë, kanë dhe pasion, t'i futen shkrimit. Dhe është e vështirë se ti mund të duash të shkruash, por ndoshta nuk di nga ta nisësh, ndoshta ke shumë ide në kokë, se mund të kesh disa histori për të treguar. Kjo ndodh me mua për shembull kur shkruaj. Dhe është e vështirë për mua që të zgjedh cilën nga këto histori të tregoj. Ti si vendose të tregosh këtë histori? Vendosa të shkruaj libra për fëmijë sepse ajo është Jo, këtë histori me të mirën, me të keqen, me zanat, me po sepse këtë që ke shkruar. ajo është jeta reale, pavarësisht se Është libri jeta jote. Jo jeta e me, jeta e çdo njeriu që përballet me sfida dhe jeta në tokë, sepse un kam shkruar në libër që në këtë tokën tonë të dashur ekzistojnë 3 lloje popujsh. Populli i mirë, që nuk mund të bëj dot keq, e ka mirësinë brenda vetes. Po, Populli shumë i keq që ka nuk bën dot mirë. Nuk bën dot mirë. Ka të keqen brenda. Ekziston dhe populli që i ka të dia dhe varet se ai kë ushqen. Po. Dhe në libër kanë
po ekzistojnë në fund vetëm populli i mirë dhe populli që i ka të dia dhe të mirën dhe të keqen brenda, dhe populli i likësisë zhduket. Po do Zoti të lungoja. Një popull i likësisë zhduket. Kush do zhduket nuk e di inshallah. Pse jemi mirë. Çfarë ka ndikuar që ti të kesh këtë lloj fantazie? Edhe pse ja fascinuar e të rrequr kaq shumë nga fantashkenca, se është pak si fantashkencë. Po, nuk e di, unë kam qenë gjithmonë një fëmijë që kam besuar që në vogëli te Zoti dhe te mirësia që duhet të bëj çdo njeri, dhe jam dhe pak tip empatike. Nuk bëj dot keq, jam tip që edhe kur më bëjnë keq. Po si vjen ky besimi tek Zoti? Vjen ta mëson dikush për ty flasë, çdo njeri ka përvojën e vet, apo është një zë i brëndshëm, si zëri i brëndshëm? Çdo njeri në këtë planet në çast vështirësie thot o Zot. Po mirë, ajo nuk do thotë që beson thellë në zemër. Është vogël që o Zot duhet të themi gjithë në çaste vështirësie dhe duhet ta falenderojmë Zotin në çaste. Patjetër. Kur jemi të lumtur. Po tek ty them, ishte diçka që buronte nga zemra, nuk është diçka që e mësove në familje apo në shoqëri. Po, familja ime ka qenë besimtare. Kanë qenë të gjithë besimtarë. Gjithmonë falenderonte Zotin dhe gjithmonë i lutej Zotit. Është shfaqur, si le ta themi kështu, dora e Zotit në jetën tënde? Po, në çdo hap. Po. Në çdo hap të jetës time që fëmijë, domethënë kur i kam lutur Zotit, Zoti i ka dëgjuar lutjet e mia. Më kërko mua, thot Zoti, dhe unë do të përgjigjem. Po. Ose një thënie tjetër, gjithçka që ti kërkon në lutje, beso se të është dhënë dhe do të jepet. Po, forca e besimit. Por ty ka funksionuar kur kthehesh mbrapa dhe sheh sot jetën tënde? Po, gjithmonë. Pas Zotin nuk bën dot asnjë hap. Dhe në çastet e mia më të errta, më të vështira ishte kur jam ndier vetëm, sepse ka njerëz që nuk e kërkojnë dot ndihmën, edhe kur janë në fund të tunelit nuk kërkojnë dot ndihmë, dhe unë vetëm i till tip jam dhe kërkoja ndihmë vetëm te Zoti. I luteshe. Po, dhe e kam ndier dorën e Zotit që ishte aty pranë meje në çastet më të vështira për të më ndryshuar jetën, për të më dhënë rrugtimin që dua, për të më dhënë shëndet në familje kur nuk e kisha, për të më dhënë punën që unë dua. Dhe faleminderit, nuk mjafton kur ta themi. Nëse do kthehesh e pas, do doje përsëri të kishe jetuar jetën që ke jetuar fëmijë në fshat me qingjat dhe kecat e tu që i shëtisje? Shiko, nuk them se jeta ime ka qenë fush me lule. Po. Ka qenë pavarësisht se ke qenë nëpër fusha me lule. Bashkë më e vështirë se fëmijët e tjerë. Jetë të tjera të jetuara, por nuk do t'i ndryshoja asgjë, sepse kjo jetë ishte destinuar për mua dhe unë për këtë jetë dua të luftoj dhe për këtë jetë dua ta mbroj dhe ta gëzoj. A për shembull në marrëdhënie me babain, për të kthyer pak tek babai, ai ka qenë besoj personi që vendosi që ti të mos shkoje në shkollë. Babai ka qenë personi që nuk kishte mundësi, jo sepse vendosi. Po e vendosi. Të tilla ishin rrethanat. Babai im ka qenë i burgosur politik, ka pasur shumë vuajtje. Ai dhe sot e ka peng që unë nuk kam shkuar në shkollë. Por babai im ishte dhe rruga drejt suksesit tim. Ai i financoi librat e mi dhe më dha forcë dhe për të vazhduar përpara. Ti atëherë kur ishte fëmijë nuk u mërzite me të, apo u mërzite dhe e kuptove më vonë? Si çdo fëmijë mund edhe të ketë raste që nuk i kuptojnë prindit, po tani jemi prind vetë dhe e shikojmë vështirësinë që përballen prindrit me rritjen e fëmijëve dhe me të gjitha, dhe duhet jemi falënderues. E ke falur. Nuk më ka kërkuar ndonjë fal. Nuk ka kërkuar fal. Bëjsha ka me babin tim dhe me mamin jam, domethënë si shok, ata pjesë edhe sot që babi më ata vazhdojnë jetojnë në fshat. Po, edhe sot që babi më 89 vjeç, unë i marr mendimin atij dhe e dëgjoj dhe nuk di, kjo që jam një grua me fëmijë, nuk di ti kem kthyer një herë fjalën.
Po si arrihet kjo? Është sot problemi më i madh më fal Blerin, që të ndërpres, problemi më i madh që kemi ne prindrit e rinj, po theme, me fëmijët tanë, është pikërisht që këtë lloj marrëdhënie nuk e rindërtojmë dot. Nga një ran më mirë, sepse fëmia duhet ketë ndoshta edhe hapësirën e tij s'ka pse të jetë totalisht i ndrydhur, i mbyllur që të mos ketë mundësinë të kthej fjalën. Nga ana tjetër, në ekstremin tjetër është e papranueshme. Babi im, domethënë, nuk më ka ndridhur asnjëherë. Më ka lënë person shumë të lirë. Po. Jam një grua e lirë, babi si ndërtoi ky respekt në familje, në ato kohë? Ta rikujtojmë pak për ata që na ndjekin. Prindrit janë ata që të duan më shumë në botë. Përveç prindërve nuk ka njeri tjetër të dojë ti. Kur jetë 8 vjeç nuk i di këto gjëra. Kur jetë 8 vjeç është ai autoriteti i prindërve që ti nuk ke mundësi. Është nga autoriteti. Po, fjalën, por atë e kupton më vonë, sepse autoriteti i prindit të bën ti një njeri që ti mos të marrësh rrugët e gabuara të jetës, por të shikosh drejt së mirës. Ke arritur të trashëgosh këtë mënyrë edhe në familjen tënde me fëmijët e tu? Apo kanë qenë, të kanë pyetur më pak? Unë mundohem të jap shembullin tim, personal. Si sillem unë me prindrit e mi, dhe mendoj se edhe fëmijët duan një shembull, nuk duan vetëm t'ja u thuash në urdhërore, që duhet të më respektosh, por duhet të jap unë shembullin te fëmijët e mi, si sillem unë me prindrit e mi, dhe fëmijët e kopjojnë atë si model. Dhe kështu ka funksionuar për ty. Se kjo është një nga faleminderit Zotit. Faleminderit Zotit, po është një nga pyetjet që bëhet më shpesh për të gjitha diskutimet që bëjmë për edukimin e fëmijëve, që si t'ja bëjmë me fëmijët e sotëm, se nuk na dëgjojnë, nuk na pyesin, janë shumë më independent, më larg edhe emocionalisht me prindrit, të paktën kjo jeta më dinamike në Tiranë, po flas, apo nga përvoja ime dhe të miqve të mi që janë prindër. Po dhe një përgjigje shumë të bukur, shembulli personal, si sillemi ne me prindrit tanë. Shpresoj që të jetë një dritë kjo për dikë që po pyet veten, ore ç'të bëj kur ka një fëmijë rebel për shembull. Duhet nisur nga vetja, thua ti. Ti e ke nisur nga vetja çdo gjë. Nga vetja ime, unë domethënë nuk ka ditë që unë nuk i marr prindit e mi në telefon, ose sa herë që kam kohë nuk shkoj që t'i vizitoj, ose kur kanë ata një problem, unë duhet ja u zgjidh, si unë, si vëllezërit dhe motrat e mi, të gjithë, nuk jo pa përjashtim. Kjo është. Dhe fëmijët tanë duhet. Fëmijët shohin. Po deshën të shohin, ai që ka si të shikoj. I kanë lexuar, besoj mami dhe babi jot, prindrit e kanë lexuar librin tënd. Babi im e ka lexuar dhe ja lexonte edhe mamit, sepse babi im i pëlqen më shumë të lexoj dhe. Po. E cilat ishin ato përshtypjet? Po, u befasua, domethënë që vajza ime tha, edhe pas gjithë këtyre vështirësive nuk hoqi dorë, dhe ai është i lumtur sot që unë jam, domethënë, e realizuar, që kam një punë që e dua, dhe është shumë i lumtur për këtë pjesë. Por dhe vëllezërit dhe motrat e mia kanë arritur një sukses në fushat e tyre dhe ai është një baba shumë i lumtur. E kanë ndier, beson ti, ose nga bisedat që ke bërë me të, e kanë ndier që ti ke patur fëmijë një botë kaq të pasur, shpirtërore, të brëndshme. Babi im gjithmonë e ka ditur dhe ju thash edhe më lart që pengu i babit tim ka qenë që unë nuk vazhdova shkollën, sepse ai ishte i burgosur politik dhe fëmijët e tjerë para meje nuk e vazhduan dot shkollën, sepse ishim klasa e diskriminuar politike, dhe në kohën që unë mund ta vazhdoja, sepse ishte një kohë lirie, në 97 ishte vend, ishte kohë trazirash, ekonomia dhe prap, dhe unë pata fatin që, por që të gjithë ne sot jemi të suksesshëm në fushat tona dhe i kemi bërë prindër të lumtur. Kur flasim për librin Princesha e Trëndafilave të Bardh, pra është ky libri, këtu ja ta tregojmë edhe një herë, është një libër voluminoz. Dhe mund të hysh në një botë fantazie të jashtëzakonshme, ajsa dhe të frymëzohesh, ti shkruan për të mirën dhe për të keqen. Këtu në këtë libër zhvillohet një luftë e vërtet mes forcash, siç është jeta. Ndonjëherë ne
harrojmë për shkak të ritmit të shpejtë të jetës, e harrojmë që është prezente gjatë gjithë kohës, edhe këtu në prapasken, le të themi, lufta mes të mirës dhe të keqes. Çfarë do të thotë sipas meje? Marrja e një vendimi, marrja e një rruge, të bësh këtë dhe të heqësh dorë nga kjo gjë, është gjatë gjithë kohës një vendimarrje drejt të mirës apo drejt të keqes. Pse ka qenë kaq e rëndësishme për ty? E ke ndjerë ti këtë luftë brenda vetes tënde në jetë? Unë gjithmonë jam një tip që e ke ndjerë dhe të keqen që ka qenë aty për të penguar, frenuar. Unë jam një tip i brisht si natyr, dhe edhe të keqen që kam ndjerë në jetë, edhe njerëz, do me thënë që mund të bëjnë keq ose ngjarje, por unë nuk jam një tip që të luftoj të kështu. Unë jam një tip që shmangës dhe shikoj vetëm të mirën. Dhe këto i kam shprehur dhe në libër, në personazhin e ëmbëlsisë, që ajo nuk bën dot keq, pavarësisht se mund t'i bëjnë keq. Dhe në fund a mendon që ekziston një njeri i tillë? Po, ka shumë njerëz të tillë. Që është një njeri që përballet për shembull me padrejtësi, apo dikush i bën një padrejtësi dhe prap nuk krijon urrëtie, nuk krijon inat. Bota është e mbushur me njerëz të tillë, me njerëz të mirë. Me njerëz të mirë, dhe ka njerëz aq të mirë sa do keq t'u bësh, ata më në fund do të fitojnë, me atë mirësinë e tyre, ti po dënje pranë atyre do kthehesh në të mirë, edhe sikur të jesh njeriu më i keq në botë. Ka njerëz aq të mirë në kjo jetë sa njerëzit e këqij mund të thonë që shtiret që është kaq i mirë, por ekzistojnë vërtet, nuk janë se shtiren, ka njerëz vërtet të mirë, dhe unë dhe kam njohur vetë dhe jam vetë. Edhe unë ndaj, sinqerisht, edhe unë ndaj të njëjtën shikim në jetë si ti, mendoj që ka vërtet njerëz shumë të mirë, pavarësisht se disa mund mendojnë që shtiren, janë thjesht duke projektuar veten e tyre tek të tjerët, dhe s'është ky problemi jonë. Por ti mendon dhe beson që e mira gjithmonë fiton, apo jo? E mira gjithmonë fiton, sepse je duke ndjekur rrugën e Zotit, dhe Zoti është më i fuqishëm se çdo gjë në këtë botë. Edhe në librin tënd, kur përfundon libri, e mira fiton, edhe fiton shumë bukur. Ka sfida të jashtëzakonshme brenda librit mes dy shoqeve të ngushta, kështu që sugjeroj patjetër që ta lexoni, sepse ka mesazhe të forta. Por e mira fiton në fund të librit, edhe pse çfarë nuk bën e keqja që ta mund atë. Përsëri drita triumfon mbi errësirën. Ti ëndërron që ky libër të bëhet film. Ty të pëlqejnë më shumë librat apo filmat? Mua më pëlqejnë, kam nisur pëlqimin tim me librat në fillim, dashuria ime e parë librat. Pastaj dhe filmi është një diçka e veçantë. Po pse? Por se filmi në libër ti e fantazon ngjarjet, i fantazon vetë dhe bëhesh më krijuese, kurse në film ti ke mundësinë që ta shikosh. Dhe ne themi për shembull, gjithmonë gjëja që kur isha unë të paktën e vogël, gjithmonë gjëja që mua më bezdiste shumë ishte që nëse kisha lexuar një roman, ai roman bëhej film, më duke sikur më kishte prishur librin, sepse asnjëherë nuk mund të tregohet. Po them për shembull Konti Monte Cristos. Nuk mund të tregosh ato që tregon libri në një film, ose nuk e di, pastaj nëse bën ndonjë serial me 1000 seri, dhe prapë është shumë e vështirë, sepse përjetimi, po flas nga përvoja ime personale, përjetimi që më jepte mua libri dhe që më jep akoma është i pakrahasueshëm. Filmi më duket shumë i varfër, pavarësisht se ka imazh, ka figurë, mund të krijojë emocion, por është një gjë që mbaron shumë shpejt. Ti pavarësisht kësaj kërkon që ta bësh film. Por sepse libri, do me thënë, ka shumë ngjarje që mund t'i bëj një piktor dhe në vizatime dhe në kështu, dhe do dalë një gjë shumë e bukur. Është një piktor në kryeministri që ndoshta i pëlqen të pikturoj këto imazhe fantazioze që ke përshkruar ti në libër. Shpresoj të na dëgjoj. Po kush nuk do të bashkëpunoj me të gjatin, të gjithë duan, sepse ai duket që ka talent. Po ti je duke kërkuar, ndërkohë je duke bërë thirrje, je duke bërë apel që dikush të afrohet për të ndihmuar në realizimin
e këtij filmi. Po si e imagjinon ti Blerin filmin? Si imagjinon filmin? E imagjinon një film vizatimor, me seri, një film të gjatë, me metrazh të gjatë? Do me thënë, në intuitën time, që kur e kam nisur këtë libër, e imagjinoj që do pushtoj zemrat e gjithë fëmijëve në botë. Dhe shpresoj që ky libër Po e mendon film vizatimor apo film vizatimor. Film vizatimor, me shumë seri apo me një seri? Po të jetë me një seri do jetë pak i gjatë. Por besoj me disa seri. E di pse po i them këto. Sepse unë kam bërë pjesën e dytë të librit. Po i them këto për producentët, që mund të na ndjekin që ta dinë se producentët kanë merakun e çfarë do fitoj unë me këtë filmin, dhe me një seri ndoshta nuk fitojnë shumë, kështu që t'ju japim mundësinë që ta kuptojnë se është një film. Sigur ta dinin producentët sa vlen ky libër, do ishin duke mbajtur radhën që ta kërkonin. Po pse në Shqipëri, si mendon ti? Në Shqipëri është pak më vështirë realizimi i këtij libri, sepse është me skena vizatimore, është film vizatimor. Po pse është i vështirë? Shqipëria ka patur një sektor të tërë të filmin vizatimor, ka artistë që merren me animime. Ka patur, por nuk e di tani si më shumë kam parë filma për të rritur që realizojnë, edhe mua disa që kam kërkuar unë më kanë thënë që duhet më shumë këta filma realizojnë në Amerikë ose në Itali ose Kina, Japonia, që bëjnë nga këta filma më të kualifikuar. Ti beson që një ditë do të realizohet ëndra jote për të bërë film, ky libër? Intuita ime nuk gabon. Mendon që po? Së shpejti do ta shikojmë dhe në film, besoj. Unë uroj me gjithë zemër që të bëhet realitet. Edhe me që jemi drejt minutave të fundit, Blerina nuk e di ma shpjegon dot apo jo, si ndodh forca kaq e madhe, nga buron forca për të besuar tek realizimi i projekteve ëndrave dhe pastaj ato bëhen, nga buron kjo tek ty? Është një gjë e mistershme që e kanë të gjithë njerëzit që kanë arritur gjëra të mëdha. Ata thjesht kanë besuar në një ëndër dhe kjo ëndër fillimisht është projektuar në mendjen e tyre dhe pastaj ka vazhduar, është realizuar dhe besoj se kjo gjë do më ndodhi dhe mua. Sa mund dot njeriu të realizojë ëndrat kur është në vështirësi dhe kur duket sikur janë të pamundura? Rrethanat, vështirësit mund të ndalojnë që për një copë kohë që ti realizosh ëndrat në momentin që mendoje se do t'i realizoje, por nuk mund të ndalin për gjithmonë. Këtë e mban në mendje. Këtë mendoj që çdo njeri duhet të marrë një vendim për veten e tij dhe të eci drejt dritës së brendshme që ai ndjen se është e dura për të. Ti ke qenë gjithmonë kaq e vetëdijshme për ato që do, edhe nuk ke qenë ndonjëherë në dilemë? Që fëmijë e vogël, do me thënë, gjërat e mia më kanë ardhur për dëshirat që doja, më kanë ardhur shumë lehtë. Në klasë, për shembull, doja të isha e para në klasë dhe ajo ndodhte, isha e para, ose doja të mos kaloja shumë kohë në mësime, por të memorizoja në çast direkt me shpjegimin e mësuesit, ajo më ndodhte. Nuk isha shumë nevojë që të mësoja, të studioja shumë, por i kisha të memorizuara dhe s'lodhesha kur, dhe kjo besoj se ndodh që kjo është pak a shumë historia e Blerina Proj, një histori frymëzuese e këndshme, që të mbush me emocion, në ca momente me trishtim për gjithë vështirësitë që janë kaluar. Megjithatë, Blerina e vogël nga Konispoli me qingjat edhe me dhitë edhe me kecat në mal, sot në qytetin e Sarandës është një sipërmarrëse, një biznesmene, ta themi kështu, po. Një biznes familjar, nuk po patjetër biznes është dhe sipërmarrje e suksesshme. Ajo është pjesë e sektorit të turizmit dhe shëtit me varkët dhe me skafet e saj,
turistët edhe vendas edhe të huaj. Ju presim në Lina Boat Trips. Faleminderit. Për një udhëtim të Ku mrekullueshëm. i çoni turistët? I çojmë në këto plazhet e Vizhgjyra që janë pranë Sarandës. Që nuk shkohet dot me Po, këmbë, Nuk shkohet dot me makinë as me këmbë. që e kanë akses pra vetëm nga uji. Mundohemi që të bëjmë sa më të lumtur udhëtimin e tyre dhe të kenë bresa të paharrueshme nga Shqipëria. Në fakt ato plazhe aty edhe gjithë plazhet e Shqipërisë, po sidomos ajo zona aty, të lëm bresa të jashtëzakonshme, sikur vetëm ti i shohësh. Rikthehen turistët? Në të ndodh të ritakosh të njëjtët? Po, rikthehen ose turistët që vinë e shpërndajnë numrin tim të familjarë të tjerë, të shoqëri dhe më ndodh që më vinë dhe turistë rekomanduar nga turistë që kanë patur klient një vit më përpara. Shumë interesante. Pra edhe ju pëlqen shërbimi, po ju pëlqen edhe udhëtimi. Dhe ne jemi shumë mikpritës si popull. Po. Dhe turistët ngelen shumë të kënaqur me Shqipërinë dhe thonë që pse nuk e kemi vizituar më parë. Sepse ne kemi një traditë që shtëpia e një shqiptari është e mikut dhe e Zotit. Po, është gjithmonë. Dhe atë traditë e vazhdojmë dhe duhet ta vazhdojmë ndërbreza. Ti sot ndjehesh e realizuar e kënaqur? Ndihem e realizuar sepse bëj punët që dua dhe Zoti më ka ndihmuar që t'i harri dhe në përpjekje për të vazhduar drejt ëndrrës time dhe punës time t'i mbaj paralel. Ke shkruar edhe pjesën e dytë të librit. Pra, po, kam bërë vëllimin e dytë. Çfarë ndodh aty? Pak a shumë. Duhet redaktuar. Atje kam më shumë fantazi të çmendur. Për shembull, sepse ngjarjet zhvendosen në Bermud dhe aty domethënë ekziston një planet tjetër që janë 3 fise të tjera. Janë Bermudasit, gjakpërzjeri që quhen gjakpërzjeri, domethënë që janë me gjak të përzjer, po. Që kanë shkuar atje, që janë martuar me Bermudasit, dhe janë dhe toksorët, janë 3 raca të ndryshme dhe është një magji e çmendur që po aty fiton e mira. Vetëm të çmendur. Aty fiton e mira përsëri. Gjithmonë fiton e mira. Ti gjithmonë mendojnë që do fitojë e mira. Librat e mi gjithmonë fiton e mira. Kemi kaq shumë nevojë në këto kohë që janë herë të magjishme, por herë janë edhe të paqarta për drejtimet që po merr bota, duke qenë se shumë momentet caktuara duke sikur nuk dihet se nga ç'është drejtim do të shkojë njerëzimi me teknologjinë, me zhvillimet, me luftra, me ekonomi të cilat bien dhe ngrihen, me kriza që dalin papritur nga asgjëja. Gjithmonë pas errësirës vjen drita dhe pas vuajtjeve gjithmonë thuhet që vjen lehtësimi, kështu që mos gjithmonë duhet të ndjekim rrugën e Zotit. Unë të falenderoj shumë për këto mesazhe. Faleminderit që ishe personazh i parë në këtë hapësirën Heroin të padukshëm. Je vërtet një heroinë e padukshme. Po sot je e dukshme. Faleminderit. Që nga sot e në vijim. Unë të mirëpres të vish në këtë studio nëse ka ende copsa nga historia jote që dëshiron t'i ndash me mua, por edhe me shikuesit e okult. Të uroj jashtëzakonisht shumë fat. Edhe me zi pres të shoh film librin tënd. Faleminderit dhe unë ju mirëpres në Sarandë për një verë të bukur dhe të paharrueshme këtë vit. Po shpresojmë, pse jo? Shqipëria gjithmonë ofron vera të paharrueshme. Faleminderit Beri. Faleminderit. Ne do të ndajemi bashkë këtu për të parë të hënën tjetër në këtë rubrikë, në rubrikën Heroin të padukshëm gjithmonë në Okult. Faleminderit.